Sezoni turistik në Theth ka nisur këtë vit me fluks të lartë vizitorësh të huaj që vijnë nga e gjithë bota për të zbuluar thesaret natyrore të Alpeve shqiptare. Shtegu i famshëm nga Valbona në Theth mbetet magneti kryesor për aventurierët që kërkojnë më shumë se sa thjesht një udhëtim, një përvojë të paharrueshme mes majave, luginave dhe gjelbërimit. Dy alpinistë nga Kopenhageni që vizitojnë për herë të parë Shqipërinë tregojnë për emocionet e përjetuara në këtë udhëtim. Ne jemi nga Kopenhageni dhe lexuam që Shqipëria është një vend i jashtëzakonshëm për ngjitje në mal. Jemi këtu prej 3 ditësh dhe tashmë dashurojmë këtë vend. Dje bëm ngjitjen nga Valbona në Theth dhe ja vleti plotësisht. Tani po vizitojmë syrin e kaltër. Për ta, Thethi është një përzierje ideale mes natyrës së paprekur dhe qetësisë që ofron larg zhurmës së qyteteve. Çfarë duhet të ndryshoni? Asgjë. Besoj se gjithçka është ashtu siç duhet. Ashtu si që ka krijuar natyra, është një vend fantastik nëse keni pasion për ngjitje në mal dhe doni natyrën. Këtu ende ke mundësinë të gjesh një tualet në mes të natyrës. Bëm ngjitjen nga Valbona në Theth dhe u kënaqëm. Një përvojë jashtëzakonshme që ja rekomandoj të gjithëve. Por entuziazmi i turistëve të huaj për bukuritë natyrore shpesh përplaset me realitetin e mungesës së infrastrukturës. Vizitorë shqiptarë dhe emigrantë që rikthehen për të parë vendlindjen evidentojnë probleme të vjetra që kërkojnë zgjidhje të reja. Unë vin nga Belgjika, ka 25 vjetë që rri andaj, edhe kur vin Shqipëri, normalisht jam nga Veriu edhe vendi i para ku kam dëshirë të shkoj është që Veriun, dhe se në Theth me të drejtë nuk kam qenë ndonjëherë, po është perle vërtet. Mendimi im është që të lënë pak pas dore, sidomos rruga shumë e ngushtë për të ngjitur këtu, domethënë shumë e vështirë të ndërrohen 2 makina, duhet që të ketë infrastrukturë më të mirë, për shembull problemi ishte qysh mram kanë ikë një 20 herë dritat. Thethi vazhdon të mahnit me natyrën e tij të egër dhe mikpritjen alpine. Sfida ka, por potenciali është aty dhe çdo hap i turistëve është një ftesë për ta quar këtë vend drejt zhvillimit që meriton.